Me zëvendës ka deri në ekipet të Partizanit dhe futboll për femra, Ermal Serian me njëherë pas ndeshjes Vllaznia Partizani që u mbyll me rezultatin 10-0 për ekipin kuqeblu. Profesor, një rezultat se ndoshta nuk e prisnin. Jo, patjetër që nuk e prisnin. Ideja është që Partizani është një ekip i ri me element të rinj. Kuptohet të Vllaznia ka eksperiencë, ka lojtarë të huaja, gjë që ndoshta edhe bën diferencën. E nisëm mirë, vazhduam një pjesë të mirë të parë, momentet caktuara me goditje standarde dhe nga goditjet e këndit, psuam gole që ndoshta momentet caktuara duhet ishin evituar duke pasur parasysh edhe eksperiencën, duke pasur parasysh edhe lojtarët e reja që kemi. Po i mërzitur jam ose mërzitur jeni normal, kuptohet që ky është futbolli, momentet caktuara ne mundonim të luanim, por kualiteti ndoshta ndonjëherë bën diferencën duke pasur parasysh me lojtarët e reja që kemi. Do mundohemi të bëjmë më të mirë me këto vajzat të reja që kemi dhe do mundohemi të rregullojmë diçka në ndeshjet e tjera duke pasur thashë një herë theksoj, duke pasur parasysh moshën e re të vajzave që kemi. Në fakt profesor, një Partizan që ka marrë pjesë te Kupët e Europës se u priste disi më ndryshe, por ndoshta edhe disniveli edhe përvoja e Vllaznisë bëri diferencë. Disnivelin nuk mund të them, por do theksoja përvoja patjetër ekipi vajzanit ka qenë, shumica e vajzave, jo shumica, por gjithë vajzat janë pothuajse të reja dhe kuptohet kjo do kohën e vet, do stërvitjen e vet, do dhe momentin e vet. Ja thashë, ja theksova edhe përpara, okay, eksperjenca e Vllaznisë, por le të themi dhe të shpresojmë që këto vajzat që kanë dëshirë lozën, kanë dëshirë të stërviten, por janë të reja datëlindjet 2010, 2011 madje. Kështu që kjo është ajo, le të themi, problemi që ne kena për momentin. Po thash, me punë, se unë shikoj edhe në angazhimin e stërvitjes që kanë vajzat, kam përshtypjen që kanë dëshirë me luajtë futboll, kanë le të themi dhe qef të luajnë futboll, e kanë parasysh çfarë do të thotë loja e futbollit, e kanë parasysh çfarë do të thotë loja e grupit. Dhe kjo është ajo që do punojnë. Pjesën tjetër pastaj okay, rezultati patjetër që është rezultat i thellë, po ja thash, eksperjenca ka bot vetëm. Sidoqoftë, për te rezultatit personalisht mendoj dhe me atë çfarë pash konstatova një Partizan që dinte të luante dhe shumë aksione ishin model, pavarësisht se nuk përfunduan me gol. Po, kjo është pjesa pozitive që duhet i shikojmë kësaj ndeshje. Unë me zyshën cymen, do nxjerrim normalisht ato gabimet që u bën dhe do punojmë gjatë javës dhe në ditët në vazhdim që gjithçka të përmirësojmë. Thash, me një muaj ose me 2 muaj ose nuk e di, do konë edhe çdo gjë, kështu që do përpiqemi ta përmirësojmë akoma më shumë atë pjesën e lojës, me to pjesën e vendosurit, dëshirën që kanë vajzat, pa vendosur gjitha këto element dhe shpresojmë të bëjmë një Partizan për të ardhmen tonë duke pasur parasysh edhe moshat e vajzave që kemi. Cili është objektivi kryesor i Partizanit për këtë sezon? Atëherë, me objektiva nuk mund të flasim, por patjetër që do përpiqemi të kapim finalturin me këto element që kemi, thash, edhe patjetër që me ekip A. Patjetër që s'do ta ulim kokën asnjëherë, do vazhdojmë të punojmë. E shoh me pozitivitet të gjithë, edhe humbjet shërben, siç shërben fitoria, shërben edhe humbja, duke qenë se kemi element të rinj. E theksoj dhe theksoj prap, në këto elemente të rinj kemi shumë shpresa që të dalë diçka një Partizan i bukur. Dhe për ta mbyllur, përpos Vllaznisë që kryeson kampionatin, që shikon rival tjetër për titull? Atë me bindje e them që shikoj një rival mjaft fort të Utën. Nëse e drejt, sepse edhe në Shkodër... Unë kam parë ndeshjet me të Utën me Vllaznin dhe kam përshtypjen që është goxha rival i fort dhe kam parë lojë shumë të mirë nga të dy ekipet dhe loja e Vllaznisë dhe loja e të Utës, por thash, shikoj një rival mjaft fort të Utën. Profesor, faleminderit, suksese. Suksese Vllaznisë edhe gjithë skuadrave të vajzave për sakrificën që bëjnë për futbollin e femrave.